أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndrime dhe lavdratat i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat selam e qofshin mbi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Transmeton Imam Buhariu një hadith nga Abdullah ibn Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhuma se ka thonë أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال مكابي pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shpatulla dhe më tha kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir as-sabil jeto në këtë dunja sikur me qenë i huaj apo sikur me qenë udhëtar. وكان ابن عمر يقول ديالي عمير رضي الله عنه thoshte إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Dhe ka thonë në qoftë se e zënd mbramjen mos e prit mëngjesin. E në qoftë se e zënë mëngjesin, mos e prit mbramjen, merr apo shfrytëzo në shëndetin tanë për ditët e sëmundjes, merr prej jetës tënde për ditën e vdekjes, apo shfrytëzo prej jetës tënde për ditën e vdekjes. Imam Tirmidhiu dhe Ibn Majah në transmetim tjetër të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shtojnë të këtë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shtojës tjetër kun fi dunja jeton në këtë botë sikur me qenë i huaj ose udhëtar wa udda nafsaka min ashabil qubur dhe llogaritë veten tënde se je banor i varrezave, llogaritë veten tënde se ti je një prej banorëve të varrezave. Dhe Imam Tirmidhiu shton një shtojës tjetër nga Ibn Omeri i cili ka thonë idha asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa. Në qoftë se ngritesh mëngjes, mos i fol vetes tënde për mbrëmjen. E në qoftë se e zën mbrëmjen, mos i fol vetes tënde për mëngjesin. Wa khudh min sihatika qabla saqamik. Merr ose shfrytëzo në shëndetin tënd para sëmundjes dhe në jetën tënde para vdekjes, fa innaka la tadri ya abdallahi masmuka gadan, për shkak se ti o robi i Allahut nuk e di çysh ke me pas emrin nesër. Ti o robi i Allahut nuk e din çysh ke me pas emrin nesër. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadith i shkurt, mirëpo hadith domethënës, hadith përkujtues i madh nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpjegues një hadithi tjetër që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadhimi ladhat. Shpeshtojeni përmendjen e shkatruesit të kënaqësive. Shpeshtojeni përmendjen e prishësit të kënaqësive. Ajo është vdekja. Ky hadith na përkujton neve takimin me Allahun subhanahu wa taala. Ky hadith na përkujton neve se vendi ku ndodhemi në këtë dunja nuk është për gjithmonë. Na këtë e dim, por kena përkujton. Ky hadith na përkujton neve se nesër ka mundësi mos me ditë që kemi emrin. A ka mundësi njeriu me haru nesër emrin e vet? A ka mundësi njerëzit nesër me haru emrin filanit? Nuk ka mundësi. Mirë po ka mundësi nesër filanit që ka pas filan emrin quhet gjenazja. I vdekuri, kufoma,
momentin që vdek njeriu, familjarët janë ata të parët të cilët nxitojnë me nxjerr prej shtëpisë. Familjarët janë ata të parët të cilët ja harrojnë emrin, djali, vajza, bashortja, familja, ja harrojnë emrin. Thojnë gjenazja. Ka me kthy e thirin me njerë hoxhën, ose ndonjë më të ditur, ka me kthy gjenazën, qysh me drejtu gjenazën. Kur e çojmë gjenazën në xhami, kur e lajmë gjenazën, kur e varrosim gjenazën. Qysh varroset gjenazja? Kjo gjenazja ka pas emër. Ky i vdekuri ka pas emër. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fa innaka la tadri ya abdallahi masmuka gadan." Ti, o robi Allahut, nuk e di se çish kemë pas emrin nesër. Në këtë hadith, për dobive të përgjithshme, pa u fut ato detalet, thonë dietarët se ky hadith na mëson neve me paksu prej dunjas. Ajo kryesorja që na duhet me paksu prej dunjas është me paksu lidhjen me këtë dunja. Me paksu animin nga këtë dunja. Nuk është për qëllim me paksu prej kësaj dunjas me dek uni. Nuk është kjo për qëllim. Se ka pas sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë multimilioner, mirë po s'kan qenë të lidhur me këtë dunja. Zemra e tyre s'ka qenë e lidhur me këtë dunja. Transmetohet që një ditë prej ditëve në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u fut një karavan me pasuri të Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, me shumë pasuri. Ose Abdurrahman ibn Auf, me shumë pasuri, 700 deve me mall. Tha Aisha radhiyallahu anha, sikur të kishte dhënë fi sabilillah, nxitin fjalë të mira për me dhënë fi sabilillah. Me të dëgjuar këtë fjalë, ky sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që 700 deve, veç devet janë parë. 700 deve, veç devja kushton parë. E lëre më malli që është në ta. I dha krejt fi sabilillah. Dhe këtë tregon që zemrën se kanë pas letë për këtë botë. Kanë paksu prej lidhjes së kësaj dunjaje. Pasurinë kanë shtuar. Pasurinë kanë shtuar, s'është problem. Kur vjen momenti me dhon për Allah, e jep edhe kur kujna kur xha. Mirë po jo me qenë të lidhur. E kam pyetur Imam Ahmedin, Allahu mëshiroft, a ka mundsi njeriu me pas 1000 dinar, 1000 dinar edhe me qenë asket, zahid. Ka thënë po ka mundsi në qoftë se ato i kanë në xhep e nuk i kanë në zemër. Ka mundsi njeriu me pas 1000 dinar edhe me qenë zahid, me qenë asket. Mos me qenë njerë i dunjas. Se të na këtë shkuptohen këta. Kur e shef dikar me një vetur të mirë, thot, ja, be, ki qalëmgjia, ki so njëri dunjasë. Abdullah ibn Mubareku, Lejth ibn Saad, kanë qenë dietar, kanë qenë mujahida, kanë qenë multimilionera. Kanë dhënë shumë fi sabilillah. Dhe kjo nuk ja ka mangësu kur gjanë prej raportit të me Allahun subhanahu wa taala, edhe se ka pas shumë pasuri. Mirë po, transmetohet që Abdullah ibn Mubareku nuk ka dhënë zakat. Ka qenë milioner, ama zakat s'ka dhënë. Pse? Se kur pasuria si ka met me emri zakatin. Sa herë ka dhënë, ka fillu pin zero, biznes ka dhënë. Kështu i ka marrë pasurinë dhe kështu e ka jetuar jetën Abdullah ibn Mubareku, Allahu mëshiroft. Por na mëson neve që të paksojmë për lidhjes tonë me këtë botë, ta braktisim preokupimin me këtë botë dhe të preokupohemi me botën tjetër më shumë. Ta lëm anësh shpresën mashtruese që na mashtron neve që i japim vetes gajret, hajtë se prej nesër kam fillu, hajtë se ja bëj, hajtë se e bëj, me braktis këtë cilësi. Na nxit kjo hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me bë vepra të mira. Në moment që ti pët shanca, me e bë veprën e mirë për shkak se ti nuk e din nesër ka më të dhënë mundësia tjetër, as ka më të dhënë mundësia tjetër. Ky hadith na mëson neve që të jemi të kujdesshëm, mos t'i japim vetit afat për pendim, po të pendohemi më njëherë, kthehemi te Allahu subhanahu wa taala, të shfrytëzojmë kohën, ta shfrytëzojmë shëndetin para se të vinë të kundërt e saj. Ky hadith na mëson neve se dunjaja është vendi i punës dhe nuk është vendi i shpërblimeve. Ky hadith na mëson neve se vendi ku na jena nuk është vendi i aplauzit, nuk është vendi i shpërblimeve, këtu është vendi i punës. Dhe ky realitet na mëson neve që me punu dhe mos me prit
prej dikujt në diçka. Me prit ditën e gjykimit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Kretë punën, kretë veprimtarinë, kretë mundin që e jep, mos me prit kur gjë as faleminderit në këtë dunjë. Mos me prit asnjë faleminderit, ti më bëu kristall punë vetëm për Allah. Pse? Faleminderin Allahu shpërblimin me e prit kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se ky vend nuk është vendi i shpërblimeve. Ky vend është vendi i punës dhe na duhet me punua. Ky hadith na mëson neve të nxitojmë në pendim, të shfrytëzojmë kohën, të japim maksimumin në vepra të mira, të japim maksimumin në përgatitjen e bagazhit ton për udhëtimin që kemi drejt Allahut subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, më kapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shpatulla. Kanë thënë dietarët, lejohet që edukatori, mësuesi, hoxha, dietari ta kap nxënësin e tij për shpatulla. Në ato momente ku duhet t'i jepet një këshill serioze. Këshillat janë të gjitha të mira, këshillat janë krejta serioze. Nuk ka ndonjë këshill që është e keqe, mirë po ka disa këshilla që duhet me tërheq vëmendjen prej nxënësit. Me ka për shpatulla edhe me i fol kështu në sy. Me e tërheq vërejtjen, ka mundësi për ndonjë gabim të mundshëm që e ka bë, që të përmirësohet, dhe ka mundësi për ta nxit me një punë të mirë. Dhe ka mundësi për ta nxit me një punë të mirë. Kanë thënë dietarët, kur edukatori vepron kështu në këtë mënyrë e ka qetësuar zemrën e nxënësit të tij. Kur mësuesi kështu vepron, e ka qetësuar zemrën e nxënësit të tij. E ka tërheq vërejtjen mirë, që ai të dëgjon mirë, dhe ta dim që meqense e ka kap mësuesi për shpatulle ose për dore, ose ka kap për qafë dhe është duke i fol, çështja është serioze. Çështja është serioze dhe me pas kujdes. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir as-sabil. Jeto në këtë botë. Pra në momentin që ti jeton në këtë botë, mos e haro asnjëherë. Shuje në dorën tënde këtë pjesë të hadithit. Çish më shkruaj në dorë? Ka pas një njeri prej muslimanëve të parë, transmetues që e ka pa këtë gjendje të këtij njeriu, thot kohë pas kohe e nxjerrte dorën prej xhepit, kshyrke në dorë edhe e shtyke dorën në xhep. Kohë pas kohe. Thot pas vdekjes e kemi pa që në letër ka pas për kujtim për vdekjen. Kime dek. Kur dush me boni punë x punë, nxjerrë telefonin, edhe kur ta çelish telefonin fotografia e parë aty, shuje o filan, kime vdek. Edhe pastaj hin në Facebook edhe kështu çka dush. Për kujtim. Kun fi dunya, jeton këtë dunja, çish me jetu në këtë dunja, çish do me jetu njeriu jetën në këtë botë, ka'annaka gharib. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë shembullin e besimtarit në këtë botë me shembullin e një të huaji, një jabanxhis. A keni pa kur vjen në jabanxhi? Jabanxhi, vjen në një vend të panjohur. Qysh është situata pi jashtë? Apo nuk ka rahat, nuk ka rahati, nuk ka siguri, është i tremtë, kështu i djathtë, ka një farë panike të brendshme, të pakontrollueshme. Sa dush më koni kontrollueshëm, se një kontrollon ndjenja. Që kështu e ka gjendjen, është i huj. Ka shku me një vend huj. Pse kështu? لأن الغريب مستوحش في دار الغربة لا يجد من يأنس به ولا مقصد له إلا الخروج من غربته إلى وطنه من غير أن ينافس أحدا من أهل غربته. Shumë është më rëndësishme kjo. Thot për shkak se i huaji në vend huj është i vetmuar. E ka një vetmi shpirtërore. Nuk mundet me gjetë dikan me cilën ka me ndru një muhabet. I huj është. Nuk mundet me gjetë dikan me cilën ka me ndru një muhabet. Dhe ai nuk ka qëllim tjetër
vetëm se del sa më shpejt prej këtij vendit huaj, drejt ku? Drejt shtëpisë vet. Tash kur je udhëtar, ose kur je i huaj gurbetçar në një vend, ti s'ki qëllim tjetër veç se të kthehesh më shpejt shpitane. Ke dal në udhtim, ke shku në gurbet, ke bu diçka, krejta këtë lëvizje ki bë për një qëllim prej qëllimit që i ki kësaj dunjaje, edhe mu kthye. Edhe mu kthy tek shtëpia jote. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë shembull, këtë shembull kështu, për shkak se është i ngjajshëm, kështu duhet të jetë jeta e besimtarit në këtë botë. Mos më gjet vetin sigurt në këtë dunjë. Mos më gjet vetin me doslar të shumë në këtë dunjë. Jo, më gjet një vetmi që s'ta mbush këtë vetmi kur çdo tjetër jashtë xhenetit Allahut subhanahu wa taala. Mos mu mundu me i zanë të tjerët se ti nuk je në shpitar, je në gurbetje. Shtëpia e njeriu është bota tjetër. Shtëpia e njeriu është bota tjetër. Çka ka në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala? Ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Xhennet ka atë që syni se ka pa, veshti se ka dëgju, as që i shkon njeriu të mend çka është, çish është. Çka kemi qef në xhennet me ban njeriu. Njeriu që mas pakti ka me pas gradën në xhennet, mas pakti. Grada më e ulët, njeriu i fundit që hyn në xhennet, ka me pas në xhennet sa ka dunjaja herë 10. Sa ka dunjaja herë 10. Me ta dhon ti sa ka shkupi herë 10, shumë për ty. Për ne është shumë. Sa ka dunjaja herë 10. Kjo mas pakti, ajo mas shumë ti. Natyrshmëria jonë, tabiati jonë nuk është për këtë dunja. Është për xhennet. Mi po jemi në këtë dunja për me dhënë testin. Mi po natyrshmëria, me qenë të lirëna, kërej qefët, çka të shkon menja ba. Mi po është shariati Allahut, është ligji i Allahut që të ndalë prej kësaj, të ndalë prej kësaj. E në xhennet ka dikush çka të ndalë për diçka, çka të dush na. Atje s'ka punë, atje ka veç knatësi. Atje ka veç mu knaq. E tash, për këtë knatësi e cila është e vazhdueshme, duhet për një periudhë të shkurt kohore, të shkurt, shumë është e shkurt. 60 deri në 70, shumë shkurt është. Me bo sabër, me bo durim, mos me hidhru Allahun, me ju nështru Allahut, me fitu knatësin e përjetshme në xhennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kuptimi i kësaj pjese të hadithit na thot neve mos anoni në këtë dunja, mos e mirni këtë dunja vend qëndrimin tuaj, mos e mirni këtë dunja vend qëndrimin tuaj, shtëpin tuaj. Kena pa fjalë të muslimanëve të parë, të sahabive dhe muslimanëve të parë se çfarë fjalë kanë folë, çfarë mesazhe të fuqishme kanë dhënë në këtë çështje. Wala tata'allaq biha illa bima yata'allaqu bihi al-gharibu fi ghayri watanihi. Mos u lidh me këtë dunjë ndryshe post çysh lidhet i huaji në vendin e huaj. Një gurbetçar, se më do fol për këto gurbetçar që e kanë emrin gurbetçar të zamanit tonë. Që ju ka me gurbet se për ndryshe janë shku në shtëpi vet atje. Gurbet është kur vinë te na tash. Jam do fol për ato gurbetçar që kanë shku para 50 vjetë, 60 vjetë, kur kanë shku në gurbet, qëllimi ka qenë me shku në gurbet me më pak pasuri edhe më kthy. Çka ban atje? As shtëpi s'kan blej, as kanë investu, as veturat mira do të s'kan bleja, investimi ka qenë zero. Pse? Se ka më kthy në shtëpi vet. Qiraxhia, a investon te vendi ku nuk investon shumë. Pse? Se vendi duhet me dalë për atë vendi. E ku e ban investimin? Investimin më të madh e ban në shtëpinë e vet, aty ku ka me qëndru, aty ku ka me kalu jetën. Thot mos jetë lidhja jote me këtë dunjë ndryshe, pos lidhja e gurbetçarit me gurbetin e tij. E shfrytëzon pak, nuk ban shumë investime, ma shumë këshill me fitua, që mund kthej me bë investimin në shtëpinë e tij, në vendin e tij. Thot Abul Hasan Ali bin Khalaf në shpjegimin e Imam Buhariut se ka thënë Abu Zinad, kuptimi i këtij hadithi apo kësaj pjesë të këtij hadithi na nxit neve në përzierje të pak të njerëz, mos u përzi shumë, më u përzi me njerëz vetë sa kena nevojë. Me e shtue asketizmin në këtë botë,
për shkak se gurbetçari është i vetmuar dhe mendji se pret më u kthy në shtëpinë e tij. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë shembullin e besimtarit në dunja me shembullin e gurbetçarit apo me shembullin e udhëtarit? Për shkak se thamë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, çka kam unë dhe dunjaja, inma mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha. Shembulli im dhe shembulli i kësaj bote është sikur shembulli i një udhëtari i cili është ndalë me pushu në hijen e një drunit dhe pastaj e ka braktisë. Si është shembulli i këtij udhëtari në këtë kohën tonë moderne? Sikur shembulli i njërit prej neve i cili merr një udhëtim, destinacione të ndryshme që na i udhëtojna. Ma shpesh ma radh që i dim ato destinacione. Shkojmë prej filan vendi, prej këtij vendi, ai vendi tjetër, mes këtij vendi është një vend tjetër. Që ndalemi pak, e pim një kafe, e bëjmë një muhabet, shkurt edhe vazhdojmë udhëtimin. E bën një drejtim 200-300 kilometra, ndalesh me një vend, me një farë pompë benzinës, e dim ku. Me shku prej Shkup Strug, e dim ku kena mund dalë. Apo e dina këtë ku ndalemi. Me shku prej Shkup Prishtinë, e dina ku ndalemi. I dim destinacionet, filan vendi kena mund dalë. Dalë në një kafe edhe kena mund thtu. Kështu është shembulli besimtarit këtë dunja. Çka kafe, e pi këtu edhe hec. Edhe kjo dunjaja është kështu, me pi një kafe, me shfrytëzue edhe me hec, për shkak se udhimin se kena për këto, nuk kena për këto. Na jena për botën tjetër. Na jena kriju për botën tjetër. Esenca e krijimit njeriut është ku? Në xhenetin e Allahut xhela xhelaluhu. Më u kënaq, çka dush me bë. Po tash jemi në ditët e sprovës, në ditët ku do të më dhon testin. Janë fu disa njerëz tek shtëpia e një njeriu të mirë, edhe i kanë thënë: Inna nara bejteke bejte rajulin murtahilin. Janë fu shtëpinë e tij, edhe kanë kthyer shtëpinë. Edhe i kanë thënë: kjo shtëpia jote po na duket sikur shtëpia e dikujt i cili është duke u transferu. Sikur shtëpia e dikujt që është duke u transferu. Faqal dhe tha: e murtahilun, a do të transferohem? Bel la, walakin utradu tarda. Tha jo, s'ka mu transferu, ka me u nxjerr, me të nxjerrme. Kanë me më nxjerr, unë s'ka mu transferu, kanë me më nxjerr tjertë, kanë me më hetë. është futur njëri në shtëpinë e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, edhe ja ka nisur me kështu shtëpia. Abu Dharri, e din Abu Dharrin, sahabën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të dalluarve në çështjen e asketizmit. Ky njeri fillon me kështu shtëpinë, rrotullon sytë e tij nëpër shtëpi, edhe i thot Abu Dharrit: ja Abu Dharr, ayna mata'ukum? O Abu Dharr, ku i keni pajisjet e shtëpisë? Ku i keni pajisjet e shtëpisë? Tha Abu Dharri radhiyallahu anhu: inna lana baytan nuwajjihu ilayh. Thotë kena një shtëpi tjetër, i kena transmetu, i kena transportu për atje. I akthej ky njeri dhe i tha: innahu la budda laka min mata'in ma dumta ha huna. Po ti përderisa je këtu duhet me pas diçka. Pajisjet tjera që i paske qu për shtëpin tjetër, tamam, po përderisa je këtu duhet me pas diçka. I akthej Abu Dharri duke i thënë: inna sahibal manzili la yad'una fihi. Zotnia e kësaj shtëpie sot na lan me ne këtu, kam na përzon. Kam na nxjerr jashtë. Ka dëshmi i thonë që pajisjet që ti përkërkon shtëpinë time nuk i kam. Investimi për ato pajisje ku mban në xhenet, te xheneti i Allahut subhanahu wa taala. E pajisjet tjera që kam duhet me kalu këtë dunjë, nuk i kam edhe ato, për shkak se Allahu s'ka më lënë me ne të shtëpi, ka më nxjerr për këto. Ka më çu për botën tjetër, për takimin me Allahun subhanahu wa taala.
Kanë thonë dietarët, fal hayatu fil haqiqa ka ziyarati dhayfin aw sahabati sayf. Dunjaja në realitet është sikur vizita të kësimuri apo sikur mjegullat e verës. Apo sikur mjegullat e verës. Nuk rrinë shumë ata. Vinë, shkojnë me njëherë. Edhe vizita tek i sëmuri. Kanë thënë dietarët, se ndi më i mirë që njerëzit të përjetojnë në këtë dunja janë gratë. Prej sendeve më të mira të cilat së dunjaja janë veshja. Prej veshjes më e mirë është mëndafshi. Kur ta mendon njeriu prodhuesin e mëndafshit, i gërditit edhe mëndafshi. Nuk e don edhe mëndafshin. Wal mar'u, e njeriu kur të vdesë, ata e përcjellin tek varrezat pasuria e tij dhe familja e vet. Sa i përket pasurisë, në momentin që vdek njeriu, më në vazhdim, Allahu Akbar, kjo shumë e madhe. Sa i përket pasurisë, në momentin që vdek njeriu, më njëherë pasuria shkon për sërka. Më njëherë pasuria shkon për dikant tjetër, për pasardhësit. Në momentin e vdekjes, njeriu që i ka alametet për me vdek, nuk ka të drejtë absolute në pasurinë e vet. Ta një jetën ka punuar, nuk ka të drejta në pasurinë e vet. Mund ka të drejta vetëm tek 1/3 e pasurisë, më shumë jo. 2/3 i ngelin të tjerëve. Për moment që vdek njeriu, çajo pasuri i takon dikujt tjetër. Për atë pasuri komplet ka më dhënë llogari njeriu në varr. Kemo miliona, multimilioner, që ato multimilionat kanë me për dikant tjetër, a llogarin ti ke më dhënë. Llogarin, hesapin, ku e fitove, ku e harxove, ke më dhënë ti te Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk ja wala yantafi'u minhu bi shay, dhe nuk ka dobi për asaj pasurie më pas vdekjes së tij kur gjë. Fa ya laytahu ma taraka shay'an khalfahu wa qaddamahu li akhiratihi. Mirë për ta, sikur mos kish lënë kur gjën këtë dunjë, e ta kish bërë investimin këtë për botën tjetër. Thotë i transmetues i një ngjarje që e ka pa me sytë e vet. Djemt kur ka vdek khalife muslimanëve, prej khalifeve të drejtë të muslimanëve, Omer ibn Abdulaziz. Kur ka vdek, ka qenë khalife, nuk ju ka lënë pasuri pasardhëve të tij. Kur gjë? Disa dirhem. Shumë pak ose hiç e konsiderohet. E kanë pyet, çish je duke lënë kështu pas familjen tonë, aty je khalife muslimanëve. Ka thonë, në qoftë se këto janë të sherrit, kur të vdesun e këto bëjnë keq, pse mi ju lënë pasuri me i ndihmu këto e bë keq? Pse mi i dhon pasuri këtij vonë që këto e bë keq? Pse mi ja mundcu, pse mi ja lehtësune veprimin e haram me pasurinë që kam ja lënë unë? Në qoftë se janë të mirë, kanë me po pasuri. Allahu është mbikëqyrës si njerëzve të mirë. Çfarë ka thënë Allahu? Wallahu yatawalla as-salihin. Allahu është mbikëqyrës si njerëzve të mirë. Në qoftë se këto janë të mirë, Allahu ka mbikëqyrë ta. Thot, dhe nga ana tjetër, një khalife tjetër, pas Omer ibn Abdulazizit, ju la krete vladve, shumë altar, shumë pasoni, shumë, me të majme. Thot, pas një kohë shumë të gjatë, e kam pasë si djemt e Omer ibn Abdulazizit, e kam pregadit komplet një ushtri për gjatë. Kurse djemt e ati khalifës tjetër, që ju kalon shumë pasoni baba, duke lyp në pazar. Kjo është realiteti kësaj dunjore. Moment që vdek njeriu, pasurinë që kilon, e gëzojnë vllaz dhe familja. Hesapin ti ke më dhënë. Unë ke më dhënë. Thot, "Wa amma ahluhu", e familja, e thot, e se përket familjes, në qoftë se familja ja ban ndonjë të mirë të vdekurit, e çojnë te vorrat. Në qoftë se familja për cilën ai është lodhë, është raskapite, se ka zonë gjumi, ka bo planet të shumta, edhe kështu me radhë, thotë se përket kësaj familje, të mirën që këta ja bojnë, çfarë të mirë i bojnë? E çojnë te vorrat me një. Nuk dojnë me majtë as 2 ditë të shtëpia. Me më vdek në mëngjes, në drek të varrezat me çuar. Më ka dalbe prind ka qenë, bab, nan, vëlla,
motor, filan, alan, i afër. Me nxjerr për shtëpi. Ata që mas shpejt i mundor me nxjerr për shtëpi janë ata që mas shumë të investuar. Nesër kur vdesim na, ai që mas shpejt i ka më dashur me nxjerr për shtëpisë tonë, ka më qenë fëmia jote, vladi jote. Thot bel rubama farihu bi mauti. Thot belhe, ka mundësi gëzohen me vdekjen tënde. Ka mundësi bile ju bëhet qefi që ki vdekë. Në qofë se më lidhen të gjithë, në momentin e vdekjes, në qofë se më lidhen të gjithë, dhe ju shkrihen mushknit prej mërzis, për ty, nuk ka mundësi kërkush me të ndihmu kur gja. Te Allahu subhanahu wa ta'ala. Në thënë djetarë, feja lejtehu shtëgale bi maulahu ammen siwa. Mirë për ta, si kur të ishtu okupuar me Zotin e ti, kërshit të tjerëve. Pse? Sa atë dit jesim ne, edhe vepra tona, o emme ameluhu, e se përket veprës të ti, vepra ti është e pandame, të në kohën rinë me ta. Thot Ibn Kaimi, Allah më shiroft, فحيا للجنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. Nxitoni ejani për xhennetin Adn, për shkak se aty është shtëpia jonë e parë dhe aty është vend qëndrimi. Mirë po na kemi ra prej e armikut ton, a nuk shikon të kthehemi në vendin ton dhe të shpëtojmë? Thot Daud at-Tai, me të vërtet është nata dhe dita. Me të vërtet është nata dhe dita që gradualisht të marrin prej jetës tënde hatta yantahi dhalika bihim ila akhir safarihim. Derisa të vjerë momenti i udhëtimit në fund. Derisa të vjerë dita e fundit ose nata e fundit. Edhe sa net na kanë mbet, nuk e dim. Allah ibn Umeri na tha, që si ka zona akshami, si fol vetës për sabaj, se nuk e di a ka me zonë sabaj. Nuk e di a e ki edhe një ditë tjetër. Që ose të zemë mëngjesi, mos e prit mbrami, se nuk e di a e ki edhe një mbrami tjetër, edhe një natë tjetër. Fejn istata'te an taqduma fi kulli marhalati zadan lima bejne jedejha fef'al. Që ose ke mundësi në gjdo stacion, e nata dhe dita e stacione, që ose ke mundësi në gjdo stacion në pregadit diçka për botën tjetër, pregadit, për shkak se shumë shpejt ka në ardhë për fundimi udhëtimit. Dhe mirë për ata i cili nuk ka pregadit diçka për vetën e tij. Imam Auzai i shënoi një dostit të vet dhe i tha: "Amma ba'd." Më pas, faqad uhita bika min kulli janib. O shoqi jam, o dosti jam, o vllai jam, je rrethun të në antë. Të kanë rrethu të në antë. Wa'lam annahu yusaru bika fi kulli yawmin wa layla. Dije se për çdo natë dhe për çdo ditë janë duke të çu për të Allahut. Janë duke të drejtu drejt Allahut. Fahdharillah, ke kujdes për Allahut, wal maqama bayna yadayhi. Dhe për kujtoje dhe ke kujdes për ditën e qëndrimit para Allahut subhanahu wa ta'ala. E Allahu neve në Kur'an në ka mësue, në ka të regue se shembulli kësaj dunjaje është loj dhe zbavitje në shumë ajete kuranore. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto hadithe, tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, fattaqu dunya wattaqu nisa. Keni frikë prej dunjas, keni kujdes prej dunjas dhe keni kujdes prej grave. Dhe tha në hadith tjetër, Allahumma la aisha illa aishul akhira. Tha o Allah, o Zoti jem, nuk ka jetë pos jetës së ahiretit, botës tjetër. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është dunjaja në krahasim me botën tjetër, sikur diçka tjetër, jashta sikur shembulli i njërit për juve i cili e fut gishtin në deti edhe sa merr ujë me veti, s'merr kur gjë me veti, s'merr. Kështu është shembulli i njeriu në kësaj dunjaje. Kur gjë nuk me veti, jashta veprave të mira dhe përgatitjes që kemi bërë për te Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunjaja është
burgu i besimtarit dhe është xheneti i besimtarit. Është burg i besimtarit për shkak se besimtari e ka prangos veten e vet. Po flasim për ata besimtarë të cilët janë të kujdesshëm mos me shkel kufit e Allahut. Shembulli i tyre besimtarëve është sikur shembulli i njeriu që ka pranga, nuk është i lirë, nuk mund të veprojë çka don. Po është i prangosur, është i kufizuar. Do me bëni vepër, ndalon këtu, ndalet, kthehet rapa, do këtu ndalet. E pejgamberi për këtë lloj besimtarë tha është në burg, jo për një numër tjetër të madh që nuk i kushtojnë vëmendje. Dhe pastaj thëna, valla donjaja për besimtarë në burg. Që thot Hoxha Abdurrahim Balla, Allah e lirof, po çfarë burg kjo valla? Këtë haram të i bë burg ja ban. Sot burg, kjo xhenet për ty. Burg është për atë i cili e ndalon vetën. Burg është për atë i cili nalet e haramët. Nalet e të cilët që janë të palavdruara, që janë haram, po të palavdruara. S'po bëna vetë për haramin, edhe sen që është i palavdruar edhe ata edhe artist. Me frikë që mos vere deri te harami. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ai i cili ngritet në mëngjes, i sigurt në shtëpinë e tij, i shëndosh në trupin e tij, në shtëpinë e tij e ka ushqimin e asaj dite, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Shembulli i njeriu është sikur shembulli i atij i cili ju ka dhënë këtë dunjaja. Më ka shumë mëdha. Ai i cili është i sigurt në shtëpi, çohet sabah sigurt në shtëpi vet. I shëndosh, nuk ka i smut. Ushqim ka të shtëpia me kalu, ose ka parë me kalu çat ditë. Thot shembulli i këtij është sikur shembulli i atij i cili çdon këtë dunjaja komplet. Dhe u thot po na çështoj na këde. Vetë atë që s'ka ushqim me hang, vetë atë nan edhe atë bab që nuk e din nesër çka kanë përgatitur për fëmijët e vet. Për fëmijët tanë që kanë me hang për një javë, për 2 javë, për këtë lukse që kanë, se kuptojnë ana këtë. Ama pyte shpirtin e një nane, e ka shumë nana të tilla, po pse na nuk interesojmë që të rmave, që nuk e din nesër mëngjes çka kam i dhënë me hang dhe me pi fëmijëve vet. E kena me pa na se sa është e rëndësishme. Pyte dikani i cili e ka një grip sezonal i ka ra, edhe që nuk e ka shpirtin rahat, ka dhënë atij se sa është më rëndësi me qenë me shëndet mirë, me qenë me trup mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thonë Urwa nga Aisha radhiyallahu anha, se ka thonë Aisha radhiyallahu anha, jebne ukhti, o djali motrës time, me vërtet neve na ka ndodhur që me e pa një han dhe pastaj edhe një han e pastaj edhe një han, domethënë kanë kalu 3 muaj. Wa ma uqida fi abyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun. Kanë kalu 3 hana e në shtëpit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është kallë zjarr për me përgatitur ushqim. I ka thonë Urwa radhiyallahu anhu, e çysh e keni vepru, çka keni bë, oj tezja ime. Çysh keni jetu? Ka thonë Aisha radhiyallahu anha, 3 muaj me 2 të zezat, ujë edhe hurma. Ujë edhe hurma. Në hadithin, në ajetin që Allahu përmend në Kur'an, "Wala tus'alun yawma idhin 'anil na'im", e atë ditë do të pyeteni për begatit. I kanë thënë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po for begati, ujë edhe hurma. Ujë edhe hurma, fukarallok. Ka thonë për çfarë keni më vet? Për ujin edhe për hurmat, e që s'keni kur gjatë tjetër, për ato keni u marrë llogaritë Allah subhanahu. Para me ndot farë llogarie do të miremi na për çdo ditë për atë çka është në sofrat tona. Prej ushqimeve nga më të ndryshme, e për atë ushqim që hedhet, e për 2-3 lloj ushqime, edhe shumë radhë. Në qoftë se sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë llogari për hurmat edhe për ujin, para mendon na. Para në për sofrën e iftarit, ka 2 meke, ka 3 meke, ka 4 sallata, para haje, pas haje, pije, lukse, edhe kështu me radhë. Për këtë shkak nuk e dina vlerën na. Nuk e dina vlerën asoj një copë hurme, kur s'ki çka me hangër, çat një copë hurme e ke,
me çfarë më mjaftue, që janë mjaftu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, illa anhu, vetëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas kojshi prej ensarve, kanë përgatit diçka të shtëpit ata, edhe na kanë çuar edhe neve, na kanë dërguar edhe neve prej kanë pas bakti, na kanë çuar edhe neve tamë. Ose në një ushqim në kështu më radh. Ose në një ushqim. Edhe kështu më radh. Tha Xhelal Omerit radhiyallahu anhu, në qoftë se të zë sabahu mos e prit mbrëmja. Në qoftë se të zë mbrëmja mos e prit sabahun, me një hadith tjetër në shtojt tha, për shkak se ti o robi Allahut nuk e din çysh kemë pas emrin nesër. Për shkak se ti o robi Allahut nuk e din çysh kemë pas emrin nesër. Ka thënë dietar, kuptohet për kësaj që besimtari duhet ta mposht, të largohet prej shpresës së të mashtruese. Mos më dhon vetë gajrat, hajt se ne prej nesër kam ja nis. Kur do më ja nis me këtë punë, kur ti bjere i pari dita e hanë. Që njerë në vjetë mërë të mira, Allah, së be për ditë kjo. Njerë e hanë, dita i pari, data një, dita e hanë, si bje, njerë në vjetë nështë a i bje. A i bje nuk i bje. Ose prej të hanës, ose prej këti muji, ose prej në Ramazan kam janis. Kush në siguron neve për të ditë që kam e kaluhe, se na kena me tua ende në këtë dunja. E kjo pjesë e hadithit në mëson neve që mos t'japim shpresë shumë vetës dhe t'i marrim shkaqet për me bë punë të mira. Kuptimi i kësaj fjale të djalit të Omerit radhiyallahu anhu, thon dietarët, është i dy kuptim. E para, idha dakhalat ayyuhal o ti njeri, nëse të kap mëngjesi, mos e mendo që kemi jetuar deri në mbrëmje. Mos e mendo që kemi jetuar deri në mbrëmje. Po punon, nxito, pendo, ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Kjo kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, në qoftë se të zë sabahi, bani punë të sabahit, mos i le për mbrëmje. Je çur mëngjes. Mos i le punë të mëngjesit tash për mbrëmje, se i bëj pas dreke. Jo, tash bani. Për çdo urtësia çka është me e bë punën në kohën e vet. Në mënyrën e vet. Çish duhet edhe kur duhet. Çfarë kjo është urtësia. Tu thirr namazi drekës. Talebja është të mësuj, hifzin e Kuranit, për shembull, është të thirr ezani me fal farzin e drekës. Urtësia tash më çu me fal farzin, jo Kuranin me mësua. Me lën Kuranin me mësues farzin. Me çdo punë kohën e vet, në mënyrën e duhur, çka ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Ali radhiyallahu anhu, me vërtet fiksohen për juve prej dy gjërave. Shpresa e gjatë dhe pasimi i epshit. Allahu Akbar. Shire sahabët që kanë këshirë punë, subhanallah. Ka thonë për juve friksohen prej dy gjërave. E para, shpresa e gjatë. Hajtë se bëhat. Dhe kalojnë vite dhe plakët njeriu, tu i thonë vetë hajtë se bëhat. Edhe dyta, pasimi i epshit. Thot fe inna tule l'emeli yunsil akhira. Shpresa e gjatë e ban njeriu me haru botën tjetër. Shpresa e gjatë e ban njeriu me haru botën tjetër. Wa inna ittiba' al-hawa yasuddu 'anil haqq. Pasimi i epshit e ndalon njeriu prej të vërtetës. E pengon njeriu prej të vërtetës. Ai që pason epshin nuk e pason të vërtetën. Wa inna ad-dunya qad tarahalat mudbira wa anna al-akhirah qad tarahalat muqbila. Kjo dunja është duke shku, ahireti është duke ardhur. Se cila prej dyjave i kanë banorët e saj. Bëhuni banor të botës tjetër, jo të kësaj dunjaje. Se për këtu keni me ecë. Fafir, tha Allah në Kur'an, fafirru ila Allah, ikni dhe të Allah, ikni ju. Se ka marrë momenti ku kam ju dërgu me lachët. Shkoni ju të Allah, s.a. E kur të vinë me lachët, e ki kry punë për të Allahu, subhanahu wa ta'ala. Thot Aun ibn Abdullah bin Utba, qysh ka mundësi me qenë i pakujdesshëm ndaj vetes time, kurse melejku i vdekjes nuk është i pakujdesshëm ndaj meje. Qysh me qenë unë i pakujdesshëm për veten time, ndaj vetes time, kurse melejku i vdekjes nuk është i pakujdesshëm. Është duke më kërkuar. Në momentin që kam i dhënë urdhrin e mëzon, kam e mëzon. Dhe tha, qysh të mbështetem. Qysh më mbështet, qysh më ushtri, qysh më nejt rahat,
me shpresë të gjatë, wal ajru yatlubuni, kurse vdekja është duke më kërkuar. Thot Muhammed ibn Wasi. Muhammed ibn Wasi ka qenë prej evlijave të Allahut. Ka qenë prej njerëzve që është pranu duaja. Ka thonë një prej komandantëve të muslimanëve, gishti i Muhammed ibn Wasi është më rëndësi për mua në luftë se sa 100.000 ushtarë të fuqishëm dhe 100.000 shpata të mprehta. Pse? Po me bu një dua Allahun, kjo Allah pranon duan dhe kryet puna pa luftë. Ose me shumë pak. Një gisht. Ky njeri ka thonë, 4 gjana janë prej njerimit. Shpresa e gjatë, ngurcimi i zemrës, tharja e syrit edhe kopracia. Kush i ka këto cilësitë e vetja, është mjera, njëri mjerë. Kuja nuk i lëton syni për Allah. Kuja nuk i tërqetat zemra për Allah. Kush ka shpresë të gjatë, i evitin nga jret, hajtë se batë, këzatë. Edhe kush është koprac, është njëri mjerë, është mjera. Thot Fudhejl ibn Iyad, me të vërtet mjerimi është në shpresën e gjatë, ku njeriu e mashtron vetën e tij, dhe lumturia është kur njeriu ja pret shpresën njeriu, shpresën e gjatë, shpresën mashtruese, ja pret. Kur thot epshi le për nesër, ti çosh edhe ban tash. Nuk e ban një herë, pa e ban 10 herë, çka do koftë e punë. Kur thot epshi le mos të thot tash Kur'an, lexon nesër, ti çosh e lexon tash Kur'an. Jo një faqe, jo 2, po një xhuz, jo 2, po 10 xhuza. Kto është lumturia, vetëm se duhet me provua. Kur thot epshi le mos fal sot namazot e pi nesër nisja, pi natën e xumonisja, ti çosh i fal 3 rekat namaz. Jo me pak, po me ka një faqe, me ka 2 faqe. Lodhësh, raskapitësh. Am je i lumtur. Thot Muhammed ibn Abi Tawba, aqama ma'ruf al-Karakhi as-salat, thumma qala li. Thot Muhammed ibn Abi Tawba, ma'ruf al-Karakhi na fali namaz. Dhe pastaj më tha mua, dil dhe fal. Dil na fal ti. Thot, unë i thash, çka namaz po ja u fali, ama namazin tjetër jo. Kështë e vëllazni, kështë farfjas më. Thot unë i thash, aj, këtë namaz po va fali, ama namazin tjetër jo. Aj, ja 2 rekat po i fali, ama 2 rekat tjera za fali. Ose po ja fali atina më sabajn, nuk ja fali. I tha, wa anta tuhaddithu nafsaka an tusalli salatan ukhra? Thon ti i fol vetes tënde se kemë falë namaz tjetër. Ti i fol vetes që kemë fal edhe një namaz tjetër. Pastaj tha, na'udhu billahi min tulil amal, fa innahu yamna'u khayra al-amal. Muhabeti për namaz shkon. S'ka thon ki, hajtë se takomin çajtore. Ka thon, këtë namaz për ja falit tjetrën jo. Ka thon ti i fol vetes që apet ki mu fala, edhe namaz tjetër. Te Allahu kërkojna mbrojtje prej shpresës së gjatë mashtruese, për shkak se kjo pengon prej shumë punëve të mira. Elusim Allah që Allah në falë mëkatet tona, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.